Ka pasur dhe një ditëlindje tjetër, në fakt, ditëlindja e Gjestit. A dihet nëse ditë ku e ka festuar së pari dhe a ka qenë e pranishme Egli në këtë ditëlindje? Gjesti ditëlindjen e ka festuar në Prishtinë. Egli, me sa ne pam, nuk ka qenë e pranishme në këtë ditëlindjen. Do me thënë, Gjesti e ka festuar ditëlindjen me DJ Gimbon, më vjen keq që po përmend emra, por deshën u bën më tash fytyra publike. Do thënë, kishte festuar ditëlindjen me familjarët e tij dhe me shoqërinë e tij, që në fakt ishin përzgjedhur 8 persona për të qenë në ditëlindjen e Gjestit. Ishte një ambient të tipit ndonjë studio ku çunat kanë qëndruar edhe më herët, nuk merr si tip lokali aty vendi ku kishin qenë, domethënë kishin përzgjedhur që të festojnë me shampanja. Unë e prisja në fakt që Gjesti të bënte një ditëlindje njëjtë siç bëri Loredana, që të ftonte të gjithë miqtë të Big Brotherit e shumë të tjera, por siç duket, nga ana e Gjestit gjithçka ka përfunduar me këtë rrugtimin dhe tashmë po vazhdon me shoqërinë e tij dhe me rrethin e tij. Egli Taku, ju e dini shumë bukur që ka qenë një ditë përpara në Prishtinë, domethënë një ditë para ditëlindjes me Gjestin, në fotografinë e ka shkrepur në rrugën B. Ato të cilët jetojnë në Prishtinë e dinë shumë bukur për cilën rrugë bëhet fjalë, dhe me patjetër që ka festuar edhe momente me Eglin deri diku, por me patjetër edhe me shoqërinë, por duke i qëndruar gjithmonë besnik atij fakti që Gjesti ka përzgjedhur që lidhjen e tij të dashurisë të mos ta bëj publike, por ta ruaj në privatësi, duke u bazuar edhe në lidhjet e tjera, që për shembull nuk po gjejmë dot asnjë fotografi me këtë diellzën të shumë përfolur, i bie që Gjesti gjithmonë i pas ka patur lidhjet e tij me shumë privatësi. Atëherë i bie që Gjesti ka postuar vetëm foton me shoqërinë, por ka festuar edhe me Eglin. Mendoj unë, sepse nuk kemi asnjë gjë të zyrtare nga Gjesti dhe nga Egli në këtë drejtim. Çuditërisht, ashtu siç bëjnë çiftet mes njëri tjetrit, Egli po na befason dhe nuk e di a është kjo një lloj mekanizmi për të qëndruar në skenë dhe për të mbajtur popullin kureshtar, apo vërtet ato të dy kanë përzgjedhur të kthill. Nuk e di këtë pjesën, por nuk ka asnjë like, nuk ka asnjë postim nga ana e të dyve, do me thënë nuk ka asnjë lloj urimi pa marrë parasysh se çfarë do të ndodhë në jetën e tyre. Por çuditërisht në ditëlindje, ajo që mua më tërhoqi vëmendjen, ndoshta publiku nuk e ka kapur këtë pjesën, unë prisja që edhe motra e tij Blerina ta uron Gjestin në Instagram, por as Blerina nuk e uroi Gjestin në Instagram për ditëlindjen e tij. Ndoshta kjo vjen nga fakti që Gjesti familjarëve dhe partneres së tij, në këtë rast Eglit, ja ka ndaluar këtë festimin të momenteve të bukura në publik, dhe ndoshta gjërat i bëjnë duke shkëmbyer mesazhe në telefon mes njëri tjetrit. Por ne dim që Gjesti festoi ditëlindjen me shokët, ishte një ditëlindje shumë e thjeshtë, duke cakruar nga një gotë dhe duke u argëtuar mes njëri tjetrit. Nuk ishte ndonjë ditëlindje tipi si të Loredanës. Ka pasur disa lajme që kanë qarkulluar në rrjete ku janë aluduar se Gjesti ka tradhuar Eglin dhe ndoshta për këtë shkak ata më nuk janë bashkë. Tani me gjithë këtë eufori që shqiptarët kanë për të ndjekur rrugtimin e Gjestit, me gjithë këto paparazë që ekzistojnë gjithandej tani dhe muret kanë kamerë për Gjestin, do me thënë Gjesti nuk e ka aq të lehtë të tradhtoj, të paktën në këtë kulm të karrierës së tij që është. Unë mendoj që Gjesti nuk ka patur fare kohë të merret me femra dhe me tradhti. Këtë gjë Gjesti e ka dëshmuar edhe brenda në shtëpinë e Big Brotherit, që ai kishte një qëllim të vetëm, të ndërtoj karrierën e tij. Gjesti në këtë kohë asnjë moment nuk është vetëm, ai vazhdon të jetë i shoqëruar nga personeli i cili e shoqëron, të paktën natën e mbrëmshme në Vjenë me të ishte edhe Anajti. Do me thënë nuk e ka kohën Gjesti për të vepruar, për të tradhtuar dhe për të lidhur me një femër tjetër. Hamendësime të këtilla kanë ekzistuar gjithmonë, për shembull edhe për Romeon dhe Heidin, vitin e kaluar u tha që ata të dy e tradhtuan njëri tjetrin, jo po Romeo e zuri me mashkull tjetër, jo po Heidi e zuri Romeon me mashkull tjetër. Unë mendoj që Gjesti është aq i fokusuar në karrierë, saqë e ka agjendën aq të angazhuar, saqë nuk ka kohën të bëj lëvizje për qefin e tij, e jo më të tradhtoj me një femër tjetër. Në qoftë se Gjesti do ta kishte tradhtuar Eglin me një femër tjetër, nuk ma merr mendja që Gjesti beson të kthej mesazhe në celular, tradhtia nuk vije menjëherë. Mendoj që e do në kohën e saj, e do momentin e saj. Gjesti ka qenë shumë i angazhuar me koncerte dhe nuk besoj as pak
që Gjesti dhe Egli kanë një plasje të këtillë apo ka ndodhur një tradhtim mes tyre. A besoni se ata të dy janë ende bashkë? Ta them të drejtën, duke i parë lëvizjet që bëjnë dhe duke i parë edhe vathin që Gjesti ka me vete në Austri, është një vath që Egli e ka patur përpara se Gjesti të shkonte në Austri, ato të dy janë së bashku. Edhe pse mbrëmra shumë në sy unaza Egli që nuk e kishte në dorë, unaza e martesës, po unë mendoj që nuk është një unazë e cila e mban një lidhje në bashkë, nuk është një unazë e cila e mban një martesë në bashkë, por është dashuria e atyre të dyve. Vetë momenti që Gjesti e la të kuptueshme të kapet vathi nga kamera që xhironte, tani ja ka bërë me kastile atë pjesën, apo ka qenë vërtet diçka që Gjesti nuk e ka menduar që kamera do ta kapte vathin, kjo tregon që çifti është bashkë, lëvizjet e tyre tregojnë që janë bashkë. Ndërsa kjo pjesa që nuk janë transparent me publikun, duke postuar fotografi, duke postuar momentet e tyre, krijon pikpyetje të këtilla, por unë mendoj që këto pikpyetjet janë forma e marketingut që Gjesti dhe Egli kanë përzgjedhur për të qëndruar në skenë edhe pas Big Brotherit. Tiranë ka pasur një vendim gjykate ku Luiz Egli është shpallur i pafajshëm lidhur me disa akuza që ishin ngritur nga prokuroria. A besoni që akuzat e ngritura me njerë pas daljes nga Big Brother ishin skenar e ndonjë, po themi, ose e dikujt për t'i prishur, po themi, gjitha të imazh që kishte? Unë për Luizin kam komentuar gjithmonë edhe jam munduar gjithmonë ta flas të drejtën. Me patjetër që ishte mlefi, urrejtja shumë e madhe krijuar ndaj Luizit për suksesin dhe për arritjen e tij që pati. Ka ndalur jo vetëm akuza të këtilla, ka ndalur edhe mesazhe të ndryshme, domethënë që Gjasmi Luizi tradhton Kiarën, Gjasmi Luizi flet me të tjera, por të gjitha këto ranë në tokë. Unë e kam thënë edhe një herë, po më duhet ta ripërsëris këtë pjesën tjetër, që ne shqiptarët e kemi një defekt. Çdo gjë të pranojmë, por suksesin jo. Dhe kur vjen puna te suksesi, duke arritur Luizi arriti në nivelin që të jetë një ndër artistët më të paguar shqiptar, mbrëmjet e Luizit paguheshin deri në 30.000 euro, të paktën kështu doli si lajm dhe nga informacionet të cilat i kam marrë unë. Dhe është më se normale që do krijohen lajme për shpifje, do krijohen situata të këtilla që Luizi të merret në padi, që Luizi t'i prishet karriera e tij. Por Luizi qëndron i fortë, qëndron stoik, sepse në këtë drejtim gjithmonë ka qenë transparent, ka qenë i sinqert si në marrëdhënien e tij ashtu edhe në profesionin, por edhe në punën e mëhershme. Unë dua të lidh diçka në këtë mes, kujtoj kur Luizi ishte brenda në shtëpinë e Big Brotherit, mbaj mend atëherë të gjithë noterët e Shqipërisë u ngritën në këmbë duke mbajtur emisione për të rrëzuar imazhin e Luizit, sepse dashuria e shqiptarëve ishte shumë e madhe në atë kohë dhe si duhet ne të dëmtojmë Luizin, do krijojmë emisione vetëm e vetëm që shqiptarët të fillojnë të ftohen nga ai dhe mos ta dashurojnë dhe mos t'i besojnë kaq shumë. Por shqiptarët gjithmonë kanë qenë të zgjuar në përzgjedhjet që kanë bërë ndaj artistëve shqiptar, nuk kanë qenë të gabuar dhe sinqeriteti i Luizit, transparenca me publikun, vërtetësia e tij e nxori atë fitues edhe në këtë betejë. Unë e kam thënë edhe para një viti, sepse ky si lajm u përhap para një viti konkretisht, Luizi është i pafajshëm, ishte i pafajshëm dhe do të jetë i pafajshëm, sepse nëse Luizi mund të ketë bërë një gabim me profesionin e tij, besoj që është aq i zgjuar sa që ta përmirësoj gabimin e tij dhe gjëra të këtilla të tipit që mundohen të shpifin për Luizelin janë vetëm inate edhe urrejtje personale për të dëmtuar dhe për të ulur imazhin e tij, sepse ngritja e Luizit ndodhi për herë të parë në botën e artit shqiptar, kur më parë nuk ka ndodhur një ngritje aq e shpejtë e imazhit të një personazhit, të paktën artist, kur më parë nuk ka ndodhur që një artist shqiptar të bëjë të gjithë shqiptarët bashkë, por të ketë edhe fuqinë për të ndikuar edhe në përditshmërinë e tyre, domethënë dashuria e Luizit u shndrua në dashuri shumë të frikshme nga ana e shqiptarëve
Dhe si do e dëmtojmë ne Luizin? Ne Luizin do e dëmtojmë duke shpifur për të, duke nxjerrur mlefin ton për të, sepse ndoshta është edhe ky fenomeni që Luizi nuk u jepte intervista, Luizi nuk u dilte në për portale dhe ato për urrejtje dhe për mlefin që kishin do inskenonin situata të tipit që Luizi mund të ketë falsifikuar dokumentacione e gjëra të këtilla. Më vjen shumë keq për Kiarën në këtë rast edhe për nënën e Luizit, të cilët unë e di që e kanë përjetuar shumë keq këtë gjën dhe është dhe ky momenti që ti kur i shikon që gjithë bota të vërsulet mund të humbasësh edhe besimin tek partneri jot, por Kiara u tregua një zonjë vërtet, pa marrë parasysh se çfarë betejësh kanë në jetën e tyre. Kiara është pranë Luizit duke mos i lëshuar dorën kur. Dhe kjo e bëri që çifti edhe një herë ta dëshmojë që janë bashkë. Por unë jam shumë i lumtur që Luizi e zgjodhi këtë problemin edhe një herë i tregoi popullit shqiptar sinqeritetin e tij që e ka patur gjithmonë dhe atë vërtetësinë që Luizi e tregoi brenda Big Brotherit edhe jashtë saj.